E shtrenjta voglushja ime, drita e syve. Mami ta dedikon ty këtë libër, me urimin që gjithë jeta jote t'jetë e pikturuar me ngjyrat më të ëmbla të prallave. Kur ta shfletosh me doçkat e tua të vogla, dua të ndjesh dashurinë e pafundme në çdo fjalës. Dua të kuptosh e të ndjesh në zemrën tënde plot dritë mesazhet që kjo prallë përcjell. Dashuria pa kushte, liria dhe kurajo janë thesaret më të çmuara që do zbulosh brenda kësaj dhurate. Ato nuk kanë çmim mam. Ato janë shkëlqimi më vezullues i shpirtit. Këtu do lexosh se si mirësia triumfon gjithmonë nëse zemra është e pastër, se si lumturia fshihet tek gjërat në dukje të thjeshta, por aq domethënëse, se si nuk duhet humbur kurrë shpresa, se si duhet besuar gjithmonë te vetja, pa hequr kurrë dorë nga ajo që dua me të vërtetë. Mbi të gjitha, kjo prallë do të rrëfejse si koha mam, koha na jep përgjigjet e duhura. Këtë prallë e kam shkruar unë, por e ke frymzuar ti edhe vetëm ti, se je ti ai dielli që ma ngro zemrën çdo ditë, me sytë e tu ndërrimtar, me zërin tënd si cicërim, duke më dhuruar të gjithë botën me buzëqeshjen dhe përqafimin tënd. Të dua ty, jetoj për ty.